Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur i serialeve. Val Kilmer, aktori i njohur për rolet e tij në filma si Top Gun dhe Batman Forever, ka ndëruar jetë në moshën 65 vjeçare nga pneumonia. Lajmin për vdekjen e tij e konfirmoi vajza, Mercedes Kilmer, e cila tha se aktori i njohur ka ndëruar jetë të martën. Kilmer, i cili u diagnostikua me kancer në fyt në vitin 2014, u shërua më vonë dhe vazhdoi karrierën. Ai kishte një paraqitje të shkurtër dhe emocionuese në filmin Top Gun në vitin 2023, ku ndau një moment prekës me Tom Cruise. Për vite me radhë, Kilmer kishte pasur probleme shëndetësore, përfshirë operacione dhe përdorimin e një tubi i cili ndikoi në ndryshimin e zërit të tij. Në një intervistë të vitit 2017, ai foli hapur për luftën me kancerin dhe sfidat shëndetësore që kishte përjetuar. Më vonë ai zbuloi përmes dokumentarit të vitit 2021 historinë e tij të rimëkëmbjes dhe periudhën e vështirë që kaloi. Kilmer lindi në Los Angeles në vitin 59 dhe karrierën e tij nisi si aktor në shkollën e dramës. Ai u bë i njohur me shumë role në filma të ndryshëm si Top Secret dhe arriti sukses të madh me filmin Top Gun. Më vonë ai luajti një nga rolet më të njohura të karrierës së tij si Jim Morrison në filmin The Doors, duke u vlerësuar për përkushtimin e tij të plot ndaj këtij personazhi. Në jetën e tij personale, Kilmer u martua me aktoren Joanne Welly në vitin 88, me të cilën kishte 2 fëmijë, Mercedes dhe Jack, përpara se të divorcoheshin në 96-ën. Ai la pas vajzën dhe djalin, të cilët ishin gjithmonë pranë tij në periudhën më të vështirë shëndetësore.